Policia e Tiranës së bashkëpunimi me forcat speciale Renea zhvilloi gjatë natës një operacion në fshatin Zall të Fushkrujës me qëllim arrestimin e Ylli Zallës, 49 vjeçar të shpallur në kërkim prej muajsh për ambajtje pa leje dhe dyshime për përfshirje në ngjarje të rënda kriminale. Edhe këtë herë ai arriti të shpëtojë arrestimit. Sipas njoftimit zyrtar, Zallu u largua në errësirë duke përfituar nga terreni dhe duke hyrë në zonë pyjore pranë banesës së tij. Gjatë operacionit u arrestuan një 55 vjeçar i dyshuar se ka ndihmuar të kërkuarin të largohej para mburritjes së forcave të policisë. Në banesë, efektivët sekuestruan një pistolet me fishek në fole, gati për qitje, si dhe një telefon celular që dyshohet se i përket të shumë kërkuarit. Kontrollet vijuan edhe në ambjente të tjera ku u gjetën municion luftarake dhe një detektor frekuencash. Në banesë u konstatua edhe vëllai i Ylli Zallës, i shpallur në kërkim më herë nga policia e Lezhës. Ai do të hetohet në gjendje të lirë në dyshimet se është i lidhur me shpërthimin me lëndë plasëse të regjistruar me datën 10 qershor në Fushkruj. Ylli Zalla është në kërkim që prej nëntorit të vitit të kaluar. Emri i tij është përmendur edhe nga hetimet për atentatin e ndodhur në Rinas, ku mbeti vrar Gilman Todani dhe Mustafa Sheqeri, ndërsa më herët në banesë të tij është zbaluar një arsenal armësh dhe municionesh. 49 vjeçari rezulton me precedent të mëparshëm penal për armbajtje pa leje dhe lëndë plasëse, ndërsa në të kaluaren është përmendur edhe nga hetimet që lidhen me rekrutimin e personave për konfliktet në lindjen e mesme.